Në sallë gjithçka ishte gati për të filluar seanca. Por pak para se cilëshin të akuzuarit, rryma u ndal. Megjithatë, errësira nuk i pengoi të akuzuarit për 400 kg e kokainës që t'i gjejnë ulset e tyre. E as trupin gjykues i cili kështu hapi seancën, por vetëm për ta çuar në pauzë. Ka përpjekje edhe për ndetit gjeneratore, qëllimi se pas premison, pastaj ju informoj. Pas 20 minutave bashkë me rrymën u kthyen edhe palët në sallë, andaj akuzuari, që është edhe pronari kompanisë ku u gjetën narkotikët, Izet Shaqiri vazhdoi dëshminë. Në pyetjet e avokatit të tij, ky shpjegoi disa takime para 17 majit të vitit 2021, që nga prokuroria ishin cilësuar si të dyshimta. Me shiqut këtë vetur dhe nëse i njeh personat se kush janë këta persona. Po kjo është Flabër Kadriu, është shefi veterinës për licencim të këmurë. Ti me këtë datë je taku me persona dyshim. Tash po na thu që këta 3 persona, njëri është drejtori i Avukut, tjetri menaxher KPC. Sipas njohurive tua, për pozita zyrtare që i kanë, që i përmende, a mirën ka me diçka tjetër sipas teje? Jo. Kështu ky filloi edhe duke shpjeguar punën që bëi në kompani, vendet ku ngarkoi e shkarkoi gjithë malli, në mesin e cilit edhe droga. Ku e çan malli? Malli kur vjen, mes pare letë që pozitet që është të dëmërojnë pa letët. Do të më nëmru malli pe i Kadrisë, më në shku se meri me shafirin. Duke përfunduar përgjigjen, rryma sërish u ndal, pikërisht në momentin kur u shfaq videoja 17 maj 2021, kur në orën 10, policia hyri në fabrikën ku ndodhej kokaina. Gjykatësi sërish ndërpreu seancën me shpresën që problemi të rregullohet më vonë. Kështu palët dolën jashtë objektit njësoj si gjithë të tjerët, të cilëve ju ndërpren seancat në mungesë të energjisë elektrike.